Ministri i Drejtësisë ka gati amnistin penale, i cila është dërguar në qeveri ku pritet edhe miratimi për të kaluar në kuvend. Ministri Besfor Lamallari në një konferencë përshtyp dha detaje nga amnistia penale, duke thënë se do të përfitojnë rreth 10.000 persona, 388 të dënuar do të lirohen, ndërsa 980 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Lamallari tha se masa arrest me burg duhet të jetë arma e fundit. Në fakt, propozimin pas përfundimit të procesit të marrjes mendimeve nga institucionet përgjithëse, përfshirë këtu organin e akuzës, për amnistin penale, duke dërguar këtë propozim për akt ligjor në Këshillin e Ministrave dhe shpresoj shumë shpejt të kemi miratimin e aktit në mbledhjen e qeverisë dhe më pas depozitimin në kuvend. Për interesin tuaj, dua të theksoj këtu që është një kategori shumë e madhe personësh të cilët përfitojnë nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024, do të thojë që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirim të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi dhe me ndryshimet e fundit që u bën në draft nga ai i lançuar më herët, ku ne prezantuam në fund të dhjetorit dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për të shkuar me një akt të tillë human në favor të shumë shtetësve shqiptarë përfshirë gradhe të mitur, të cilët gjenden sot në qeli dhe ne nuk shohim më arsye që ato duhet të rinë aty. Duke sjell këtu dhe faktin që kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shurja e ndjekjes penale dhe konkretisht, thjesht për ta ilustruar, nga të dhënat e përcjella nga prokuroria e përgjithshme, kemi për 2 vepra të cilat konsiderohen të lehta, si ato që lidhen me nenin 134 apo nenin 291, e fundit që ka të bëjë me drejtimin e parregullt të automjetit. Në total, vetëm për vitin 2024, llogariten 7.711 procedime të regjistruara në organin e akuzës. Mëtej, Ministri i Drejtësisë Besfor Lamallari u pyet lidhur me imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjatë fjalës së tij, ai nënvizoi se qëndrimi i magjораncës ka qenë i qartë, duke shtuar se kushtetuta përcakton qartë se ministrat gëzojnë imunitet të deputetëve. Lamallari mëtej e vuri theksin tek drejtësia transparente, objektive dhe llogaridhënëse, ndërsa prezantoi disa prej nismave të ministrisë. Lamallari tha se do të ketë një fokus të veçantë të trajtimit dinjitoz dhe human të paraburgosurve.